She free!
Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje rinia e bukur e Kamzës. Unë quhem Mariolisa Gjon Pietri dhe jam kryetare e Kuvendit Rinor Kamës dhe realisht jam shumë e nderuar që ndodhem sot përballë jush. Kemi nderin të kemi sot kryeministrin e vendit, zotin Edi Rama. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen, gjithashtu kryetaren e Kuvendit zonjën Elisa Spiropali, deputeten e nderuar të zonës, zonjën Lindita Nikola, dhe kryetarin jo vetëm të bashkisë, po të mrekullive, zoti Rakip Suli. Sot nuk jemi mbledhur këtu për një takim të zakonshëm. Jemi sot për të festuar një moment shumë të rëndësishëm për të gjithë ju, votën tuaj të parë. Të rinjtë e Kamzës nuk janë thjesht më spektator, janë vendimarrës dhe për herë të parë duhet të tregoni forcën tuaj në momentin më të rëndësishëm, në kutinë e votimit. Kjo është ajo që ne na duhet, rini entuziaste, frymë europiane për të ecur përpara. Ne besojmë të rinia jonë, të potenciali, të puna që po bëhet çdo ditë nga kryetari dhe nga mbështetja e jashtëzakonshme e kryeministrit. Por përpara se të flasim për të ardhmen, le të ndalemi pak dhe të shohim se çfarë kemi arritur të gjithë së bashku. Kush do ta kishte menduar që Kamza do të kishte këtë park liçeni të Paskuqanit, një oazë gjelbërimi dhe freskie në zemrën të qytetit tonë. Prandaj, me 11 maj, është koha që ne të flasim me votë. Është koha që ne të zgjedhim vazhdimsinë. Është koha që ne të votojmë Partinë Socialiste të Shqipërisë me në krye Edi Ramën. Për të ruajtur dhe për të çuar më tej çdo gjë që kemi ndërtuar deri tani. Për më shumë punë, për më shumë investime dhe për më shumë mundësi për të rinjt. Të ecim përpara drejt qëllimit ton. Shqipëria në BE, rinia në Shqipëri. Faleminderit. Fjalën ja kaloj Anisa Xhungës, votuese për herë të parë në Kamës. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Anisa Xhunga, jam rritur në këtë vend të mrekullueshëm me në krye kryetarin e bashkisë Rakip Suli, që e ka bërë këtë vend, e ka zhvilluar shumë dhe e ka bërë të mrekullueshëm. Unë votoj për herë të parë, jam e vetëdijshme mbi rëndësinë e kësaj vote dhe zgjedh me bindje të plotë të votoj për Partinë Socialiste. Unë do votoj për Partinë Socialiste, sepse kjo parti ka qenë më afër pritshmërive tona për këtë vend, ka treguar punë dhe jo vetëm premtime boshe. Për mua dhe moshatarët e mi, është e rëndësishme që të hyjmë në BE dhe kjo nuk duhet të mbetet vetëm një ëndër, por kjo ëndër të bëhet realitet. Dhe Edi, më fal që do të thras në emër, po vetëm ti e bë këtë punë. Kam kënaqësinë të ftoj zonjën kryetare të Kuvendit, zonjën Elisa Spiropali. Përshëndetje të gjithave dhe të gjithëve. Përveç kësaj pamje të bukur të liçenit Paskuqanit, bukurinë sot këtij vendi ja keni shtuar dhe ju. Kaq të shumt, kaq energjik, kaq të bukur, kaq të mirë këtu. Ju e dini shumë më mirë se unë se si ishte Paskuqani para pak vitesh e si është sot, si ishte Kamza e si është sot. Mund të themi me plot gojën që puna që është bërë këtu nga Rakipi me mbështetjen e kryeministrit Rama ka ndryshuar rrënjësisht situatën e infrastrukturës këtu, po dhe situatën e shërbimeve dhe situatën
e familjeve në Bashkinë e Kamzës. Dua të përmend vetëm disa fakte që janë shumë kokëforta dhe flasin shumë për punën e madhe që është bërë në këto vite. Në 2019 vetëm 35% e territorit të Bashkisë Kamës ishte i mbuluar me ujësiellës kanalizime. Këtu janë bërë 165 kilometra rrugë dhe janë në proces 65 kilometra të tjerë dhe 95% e territorit është sot e mbuluar me ujësiellës kanalizime. Janë rindërtuar dhe rikonstruktuar 39 objekte arsimore, qerdhe, kopshte, shkolla. Në Bashkinë e Kamzës janë 20.000 nxënës. Është bashkia me numrin e treta me numrin më të lartë të nxënësve në Republikë. Është një bashki e re, një bashki plot energji, prandaj kemi investuar kaq shumë në qerdhe, në kopshte, në shkolla, në rrugë, në park, në pedonale, në këtë park këtu 84 hektar që i është kthyer si pronë Bashkisë së Kamzës dhe të gjithë qytetarëve këtu. Është fakt që mbështetja e kryeministrit Rama ka qenë e pakursyer për Bashkinë e Kamzës, sepse ne kemi parë këtu jo vetëm një bashki të lënë pasdore, njerëz të lënë pasdore nga një pushtet që vazhdimisht e merrte votën, po nuk thente asgjë mbrapsh. Që i përdorte Kamzën si simbol të fitores me 2 gishta dhe vetëm bulevardin blu të ngjyrë nga fillimi në fund dhe nuk donin t'ja dinin pasi merrnin votën se ç'ndodhte këtu, ç'ndodhte me fëmijët e këtij vendi, ç'ndodhte me trinj, a kishin qerdhe, a kishin kopshte, a kishin shkolla të një cilësie, a jetonin pranë kanaleve apo jetonin në një mjedis dinjitoz dhe të mirë të shëndetshëm për fëmijët. Por vota për Akip Sulin, vota për Partinë Socialiste, vota për Edi Ramën e ndryshoi këtë realitet. Të gjithë ata që kanë hedhur vot këtu për Partinë Socialiste e kanë kuptuar se ç'vlerë madhështore ka vota. Ajo është një fjalë që e përdorin në fakt të tjerët. I keni parë kundërshtarët tanë politik, se si e përdorin pa teklif fjalën madhështor. Por asgjë madhështore nuk ka as në punët e tyre, as në të shkuar në tyre, as në të tashmen dhe as në të ardhmen që ata nuk do ta kenë kurrë, sepse ata janë e shkuara që duan të shiten si ardhme, po nuk ja hedhin dot. Asnjë të riu jo, asnjë votuesi për herë të parë që sot ka mundësinë, ka misionin që votën e parë ta hedh për Shqipërinë Europiane me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është një ëndër, kjo nuk është një slogan, kjo nuk është një flamur, edhe pse flamuri i Bashkimit Evropian është një flamur aq i bukur. Sigurisht flamuri ynë është më i bukur në botë, po dhe ky i Bashkimit Evropian ka brenda ëndra tona, ka brenda përpjekjet historike të shqiptarëve, po ka brenda edhe ëndrat e të rinjve si ju. Prandaj është kaq e rëndësishme që ju jeni këtu, mira të rinj, dhe 5.000 votuesit për herë të parë në Kamës, dhe të gjithë mira votuesit për herë të parë në qarkun e Tiranës e në gjithë Shqipërinë, duhet ta investojnë këtë vot për të ardhmen e tyre të sigurt. Duhet ta investojnë për pasaportën tonë europiane. Duhet ta investojnë që ne të jemi në dyert Bashkimit Evropian dhe të hymë brenda, të ulemi në atë tryezë si të barabartë, ta ngjisim më në fund të përpjetën e madhe të bashkimit me familjen tonë natyrale, që është familja europiane, nga e cila na kanë mbajtur të ndarë për aq gjatë. Sa herë që Shqipëria ka qenë e lirë, ka zgjedhur Europën. Dhe Europën do zgjedh në 11 maj me numrin 5, me Partinë Socialiste, me Edi Ramën. Madhështorët dhe qumështorët po duan të na bindin se deti mund të bëhet kos dhe ky liçeni i Paskuqanit mund të bëhet pilaf
dhe të gjithë të marrin nga një lugë në brez, edhe mendojnë se mund t'i gënjejnë njerëzit me ëndra të rreme. Nuk i gënjejnë dot, sepse ne dim shumë mirë që ëndra e vërtet, ajo më e qëndrueshme, është puna, është vizioni, është përpjekja, janë rezultatet e Edi Ramës dhe qeverisë tonë në 12 vite, ku nuk ka qenë as pak e lehtë. T'ja ngresh kokën Shqipërisë në nivelin ndërkombëtar. Ta çosh aty ku është sot një vend i respektuar. Një vend që sigurisht nuk i ka për masat e vendeve të mëdha të Bashkimit Evropian, po ka dinjitetin e barabartë në çdo tryezë ku na përfaqëson Edi Rama. Vetëm dje u çelën negociatat për një grup kapitull të ri dhe deri në fund të 2025-s ambicia jonë është çelim negociatat për të gjithë grup kapitujt dhe brenda 2027-s të mbyllim procesin e negociatave teknike me Bashkimin Evropian për të filluar ratifikimet në çdo parlament të 27 vendeve, në mënyrë që Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian të jetë një realitet i ri, politik, ekonomik dhe social për Shqipërinë. Nuk është slogan, po është më shumë mundësi ekonomike, më shumë investime, më shumë liri për të rinj për të studiuar këtu ose në vendet Bashkimit Evropian me tarifat barabarta, për të lëvizur e për të punuar si të lirë, për të patur më shumë investime për fermerët, për infrastrukturën, për konektivitetin e për gjithë sektorët prioritar, për të rritur investimet në Shqipëri në mënyrë që ju të gjithë, ne të gjithë të kemi këtu Shqipërinë Evropiane. Unë kam shumë besim te Paskuqani, te Kamza, te Bathorja, te Laknasi, te çdo lagje e Kamzës, ku askund më shumë në Shqipëri fjala moçal nuk asociohet me ata që kemi përballë. Kanal dhe moçal lanë ata në Kamës dhe ne Kamzën e kemi transformuar për ju. E kemi transformuar që ju mos ta ulni kokën ku shkonin Tiranë, si ndodhte para pak vitesh, që të thoje je nga Bathorja ishte gati turp. Kur kokat shumë nga trinj t'i mbanin ulur, nuk thoshin që janë nga Babruja, apo nga Paskuqani, apo nga Kamza. Sot nuk është turp t'jesh nga Kamza, përkundrazi, Kamza është dëshmia më e gjallë se çfarë mund të bëj vota qytetare, se çfarë mund të bëj vota për te ndarjeve partjake. Nga sot deri në 11 maj, 20 e pak ditë, të bëhemi të gjithë bashkë, ju që jeni këtu, shoqet dhe shokët tuaj, të vrapojmë shpejt në sprintin e fundit, për të bërë bashkë për te i gardheve të vjetra partjake, për te i logoreve, për te i ngjyrave, për Shqipërinë tonë, për ngjyrën tonë, për flamurin kuqezi, për Edi Ramën dhe për Partinë Socialiste në Kamës, në qarkun e Tiranës, në gjithë Shqipërinë. Sepse fitoria e Kamzës do jetë e tillë, ne do marrim jo më pak se 20 mandate në qarkun e Tiranës me ju dhe për ju. Dhe tani kam nderin e madh t'ja jap fjalën kryeministrit Rama. Mi mbrëma të gjithëve, mi mbrëma të gjithëve edhe kur bëvija këtu më kujtuaj që 2 vjet përpara ishte eksaktësisht një ditë mbasi kisha dalë nga spitali edhe erdha këtu në Kamës. Edhe pikërisht tek ky liçeni Paskuqanit, ku bëra dhe një vallëzim me një zonjë që u bë viral dhe i u thash njerëzve të Kamzës që
të na jepnin mundësinë ta vazhdonim punën e nisur dhe të na besonin që nëse do të na jepnin mundësinë, ne do bënim për Kamzën, për Paskuqanin, për gjithë banorët shumë më tepër akoma. Dhe sot jemi 2 vjet mbrapa dhe faktikisht gjithçka nga do të shohësh dhe në çdo drejtim të kërkosh gjen se është ku e ku me çfarë ishte dhe kupton se sa shumë vite u humbën qorazi, se sa shumë vite u humbën nga besnikëria e verbër ndaj një partie, a thua se vota është një bilet për të shkuar në stadium dhe a thua se besimi për t'ia dhënë votën dikujt është një fanel tifozi për një skuadër. Ndërkohë që vota është e vetmja mundësi që njerëzit zakonshëm kanë për të vendosur si duan të ndryshojë vendi ku ata jetojnë dhe çfarë duan ata që të kenë. Dhe faktikisht, nëse ka një vend në Shqipëri ku realiteti është një libër që mund të shpjegoj kapitull për kapitull, që nga infrastruktura, tek arsimi, tek shërbimet, tek pasërtia, tek gjelbrimi, ndriçimi e kështu me radhë, është pikërisht Kamza për të parë se si duke ja ngarkuar detyrën një njeriu të duhur, bëhet e mundur që shumë gjëra të duhura që nuk kanë ndodhur më parë të ndodhin dhe të bëhen realitet. Kur isha këtu 2 vjet më parë me një pjesë nga ju, nuk ishte kështu ky park. Po t'jeni të bindur që në fund kësaj dekade ky park nuk do jetë kështu. Dhe siç është ky park sot, krahasuar me si ishte një zonë komplet djerë e braktisur, ku gjithsekush synonte të kapte në një copë, ku kishte ferra dhe plera, dhe sot është mbjell këtu e ardhmja, dhe e nesër do të jetë një destinacion jashtëzakonshëm. Ashtu është eksaktësisht e ngjashme edhe Shqipëria me këtë park. Historia e këtij parku është si historia jonë, si historia e gjithë kësaj periudhe. Siç ishte ky park më parë, ishte Shqipëria që ne gjetëm. Siç është ky park sot, është Shqipëria që kemi sot, por është akoma një punë që vazhdon. Ka akoma mjete që punojnë, ka akoma infrastrukturë që zhvillohet. Ka shumë filiza që janë mbjell dhe që po rriten, po ka akoma shumë hapësirë për të vazhduar, për të mbjellur të tjera derisa të bëhet një pyll i bukur. Kjo është puna që ne kemi përpara.
Dhe nga ana tjetër, unë nuk dua ty në të gjitha ato që tha Elisa, se Elisën ne kemi udhëheqëse këtu në Kamës, po unë dua t'ju them diçka konkrete. Dua t'ju them diçka konkrete për te të gjitha atyre që janë shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë, për vendin tonë, për kombin tonë me hyrje në Bashkimin Evropian. Dua t'ju them që ajo pasaporta aty është një dokument që nuk është një dokument tjetër udhëtimi. Nuk është një dokument i ri që zëvendëson të vjetrin ose këtë që kemi sot, që ka një ngjyrë tjetër që ka të shkruar aty edhe Bashkimin Evropian, edhe që na jep mundësinë që të hyjmë në BE për të ndaluar edhe bërë të njëjtën gjë që bëjmë sot. Jo, është diçka krejt tjetër. Kjo pasaporta këtu është një status i ri për shqiptarët. Me pasaportën që kemi sot, ne hyjmë në çdo kufi të BE-s nga një korridor tjetër. A keni parë? Thonë dil pak te, futu atje në radhë, edhe pastaj shkon te polici, ta merr pasaportën, fillon pyetjet, ku do shkosh, sa lek ke me vete, kush të ka ftuar, sa do rish, edhe pastaj vjen ajo pyetja të mërshme, ti sa ke vajt s'ke hyrë akoma, kur do ikësh? Sepse ne kemi liri lëvizje, pa vizë, kjo është vërtet, por nuk kemi liri qëndrimi. Ne vetëm duhet lëvizim dhe tikim. Nuk mund të rrim, nuk mund ndalojmë. Ndërkohë, sepse nuk jemi qytetar të BE-s, ne jemi qytetar të Shqipërisë, por për BE-n jemi të huaj. Ndërkohë që ajo që ndodh me këtë pasaport është që kjo të i bën të identifikohesh si një nga qytetarët e barabartë të BE-s. Dhe me këtë pasaport hyn në Francë, hyn në Itali, hyn në Gjermani, hyn në Suedi, ti ke të njëjtat të drejta që kanë bashkëmoshatarët e tu, francez, gjerman, italian, suedez. Sot, nëse ju doni të shkoni studioni në BE, jeni të huaj. Dhe duhet gjeni rrugën që të gjeni një vend përmes kuotave që ka BE-ja për studentët e huaj. Pastaj keni detyrimin të paguani tarifa komplet të tjera nga ato që paguajnë studentët e BE-s, sepse ju jeni student huaj. Pastaj nëse ju duhet një ndihmë mjekësore, ju nuk merrni të njëjtin trajtim si të tjerët sepse jeni të huaj. Pastaj, nëse doni të kërkoni një punë, juve nuk keni mundësi fare ta kërkoni punën se nuk keni leje për punë. Duhet ose të kërkoni azil, dhe të bëni, për do iki, mos kemi rak, dhe të bëni jo, Tharamaik, se duhet në këtë raste, gjithmonë na duhet një hudhër, edhe sikur mos na vi duhet asajojnë. Pra, ose duhet kërkoni azil, edhe të sajoni historira,
sikur keni një persekutim e kudiun, ose duhet të rrini fshehtas. Dakord. Mos faleminderit, shumë faleminderit për solidaritetin, po shumë faleminderit për solidaritetin, po për mua unë do shqetësohesha sikur të mbaronte gjithë kjo dhe mos dilte ai zëri i të mbyturit në kënet që thot ai duke u myt, thot dramaik, e kupton? Unë këtu në këmë me ju këtu, ai tek pullë. Ndërkohë që me atë pasaport juve mund të kërkoni punë ku të doni dhe mund të ktheheni prap, mund të shkoni prap, nuk ka më asnjë dallim. Pra, pa asnjë egzagerim, BE-ja bëhet njësoj si Shqipëria për secilin nga ne, sepse si të shkosh sot të çohesh nga këtu, të marrësh makinën, të shkosh në Korçë, ose të shkosh në Dibër dhe askush nuk thot ku po shkon, sa do rish etj. Është absolutisht e njëjta gjë të marrësh makinën dhe të nisësh të shkosh në Itali, në Spanjë, në Portugali, në Suedi, ku të dush, pa asnjë problem, askush nuk të pyet ku po shkon. Dhe tani më thoni ju mua, sigur vetëm kaq të jetë 11 maj. I harojnë gjitha tjera, vetëm kaq që ju që jeni sot në fillim të rrugës tuaj, të keni mundësinë që të merrni statusin e qytetarëve të BE-s. A mund të diskutohet se a duhet të shku me votu, pastaj kë dhe si duhet me votu. Unë them që nuk ka që diskutohen fare. Pa tjetër që duhet të shku me votu, dhe pa tjetër duhet votuar për të bërë një shumicë më të madhe se që kemi sot. Si që jemi sot këtu, unë mendoj që sot kemi ne mundësin, se di mbase Elisa me Linditën e kam pas këtë fatë, po unë se kam pas, që të kemë përpara me më shumë të reja dhe të rinj se asnjëherë tjetër kur kam marrë në Kamës. Sepse Partia Socialiste e Kamës është fuqizuar, është rritur, dhe rinia progresiste e Kamës pra nesh është fuqizuar dhe shritur. Tani, ajo që duhet bëj secili dhe secila për jush është që të gjitha ata shok dhe shoqe që i keni pranë, që janë votues të parë ose që janë votues për herë dytë, që janë mosha juaj, dhe që kanë një dyshim ose që e diskutojnë këtë punë si një muhabet pazari ose si muhabet loto sporti, ti thoni që ky është momenti për të bërë diçka që është gjëja më thjesht, por njëkohësisht është dhe detyrimi më elementar i dikujt që është një njeri i lirë. Një njeri i lirë e përcakton ndër të tjera dhe fakti që ka lirin, po ka edhe pushtetin që me mendimin e vetë përmes votës të kontribuojë në gjykimin e të gjithë popullit se kush duhet ri këtu e kush duhet ri këtu, kush duhet ri në qeveri e kush duhet ri në opozit. Prandaj besoj unë, duke parë ju dhe duke parë këtë energji këtu, që në Kamës ne kemi gjithë mundësin të marrim një rezultat spektakolar. Pastaj pa tjetër vjen dhe pjesa tjetër. Qytetarët barabartë të Europës, pa tjetër,
Por, nga ana tjetër, tani më nuk është as pak diçka e pa mundur që të imagjinohet që Kamza të bëhet si Tirana në çdo aspekt. Madje në disa aspekte të ketë dhe disa gjëra që Tiranë nuk janë, sepse në Kamës ju keni shumë më tepër, shumë pak dënsi, banimi në pjesë të mëdha, keni hapësira etj. Dhe të gjitha këto si do bëhen? Si do bëhen? Do bëhen duke na dhënë fuqinë që ne të mbështesim edhe më shumë Rakipin bashkë me ju, dhe që ju bashkë me Rakipin të bëni edhe më shumë gjëra që duan. Sot në Kamës, për shembull, sot në Kamës uji shkon në 95% të shtëpive. Deri kur Rakipi mori detyrën, shkonte në 30% shtëpive. Pjesa tjetër, dhe kjo nuk ishte para 40 vjetësh, as për para 12 vjetësh. Kjo ishte për para shumë pak vitesh. Pjesa tjetër dilnin dhe mbushin ujin ku të mundin. Por, sot, uji vërtet vjen në gjitha shtëpiat, por nuk është 24 orë. Plasit e syri keq. Nuk është 24 orë. Atëhere, ullu, se s'ka në gjë për të pa. Ullu, me vrap me uqu me pa. Që të shofësh, mo? Që të shofësh, mo? Që të me pa. Ra i karrige aty dhe uqu. Që të shofësh? Karrige ra. Uji vjen 12 orë, mesatarisht. 12 orë. Tani, duhet bërë dhe një investim tjetër. Tek bovilla e vjetër, për cilin duhet një fond, dhe vetëm për këtë, po ju them, vetëm për kaq gjë, e imagjinoni do t'ju që ata që i lanë prindrit tuaj, se juve në një farë mënyre, juve ju ra bixha kur i thon fjalës, se që në shkollë filluat të shifni ndryshimin tek shkolla juaj, që në shkollë. Ju ra bixha se tani keni edhe ekip kampion në volejboll dhe në basketboll dhe ku diun për gjithë Shqipërinë. Se keni palestra. Tani prindrit tuaj, ose ata që mbas janë bërë prindër akoma, po tani nuk kanë më moshën e shkollës, as nuk i imagjinonin dot këto. Palestra, shkolla si shkollat e Kamzës që janë shkolla europiane, po jo si çdo shkollë në Europë, po si shkollat më të mira europiane. I keni ju këtu. Tani ju, a mund ta imagjinoni që ata që i lanë prindrit e tuaj në kanale, që juve kur ishit vegjël ju merrnin krah për të kaluar rrugën se mund humshit në balt, do t'ju bëjnë ju dhe do ta mbështesin Kamzën më shumë se ne? Çështja nuk është tek a dun as dun. S'është a dun as dun. Çështja është a din as din. Dhe ata din vetëm noc rrokun. Dhe noc rrokun ne do t'ja u prezantojmë në datën 12 maj. Gjithë bashkë. Do t'ju bëjmë një prezantim me noc rrokun atyre, se e kanë një gjuhë nga unë që e përdor, e tashi ma përdorin mu. Ne tashi do t'ju bëjmë atyre një prezantim me nocin. Po kjo është temë tjetër. Dhe e fundit që kam, se s'dua t'ju mbaj më gjatë. E fundit që kam është, kini parasysh që sot Europa nuk është më ajo që ishte deri dje. Nuk është më ajo që ishte deri dje për sa i përket mundësisë që i ofron atyre që ikin nga këtu atje.
Një pjesë rrin atje nga kokëforcia që e kanë hedhë hapin dhe rrin dhe provojnë dhe tentojnë. Sot Shqipëria nuk është më e që ishte. Dje unë isha në paradite në një kompani me 300 vajzë dhe djemë moshës tuaj, që punon për Amerikën dhe për Europën, një kompani në Selit që menaxhon 12 porte në Shtetet e Bashkuara me aplikacion digjitale dhe me inteligjencë artificiale dhe ku paga mesatare është 2.500 euro në Selit. Pra, Shqipëria nuk është Gjermania. Ishim të dy dhe mas Gjermanisë kur kishim bufin e knetës që na mbante aq lart. Nuk jemi të dy dhe mas Gjermanisë. Por ama, si që tregon realiteti këtu i Kamzës, sot, krahasimisht me pak vite më parë, këtu potenciali është i jashtëzakonshëm, dëshira e madhe, ambicia, vullneti, puna, mund t'i japin secilit mundësinë që t'jetë shumë më mirë se kudo qoftë që t'imagjinoj se mund shkojë. Dhe kini parasysh që BE-ja nuk është vetëm pasaporta, pasaporta është ajo gjëja direkte individuale që secili e merr, pra nëse thot dikush, "Ç'a marrun nga BE-ja?" Ti personalisht merr një status që asnjëherë shqiptarët s'e kanë pas. As prindërit e tu s'e kanë pas, as gjyshrit e tu, as tërgjyshrit, ti merr statusin e të qenit i barabartë mes barabartësh në këtë kontinent, ti personalisht. Por për te kësaj, BE-ja, qa i jep Shqipërisë? Qa fiton Shqipëria? E gjitha. E para, shumë më tepër siguri. Sot bota nuk është më aq e sigurt sa ç'ishte. Sot lufta nuk është film bardezi që e shef nga dokumentarët e vjetër. Sot lufta është ngufi me Europën. Dhe çështja e sigurisë është më e ndjeshme dhe më e madhe dhe më prioritare se ç'ishte deri dje. Dhe më mirë atje me ta se sa jashtë. E dyta, BE-ja do të thotë një mbështetje ekstra për një vend si ne. Kur vendet hynë në BE, aty janë dy kategori. Janë përfituesit, janë dhe kontribuesit. Kontribuesit janë ata që janë më të fortë, më të zhvilluar, përfituesit janë ata që janë më të vegjël dhe që janë në zhvillimin e sipër si ne. Kini parasysh vetëm këtë fakt. Në këto vite, ne BE-ja na ka dhënë, na ka mbështet me diçka më shumë se 1 miliard euro. Nga të cilat 90% kredi. Kredi e but, po kredi. Borç. Me hyrje në BE, ne nga BE-ja marrim çdo vit diçka më shumë se 1 miliard euro dhe 90% është mbështetje, solidariteti, grant, do me thënë e falur. Është që dyshim i madh. Dhe programet e BE-s për rinin, mbështetja financiare e BE-s për startupet e të rinjve, për të rinjt që janë në fshat, për fëmijët, për të rinjt që kanë probleme të varfërisë në familje, kështu me radhë është e jashtëzakonshme. Prandaj, miqtë e mi, mos e merrni këtë proces dhe mos i merrni këto zgjedhje si diçka që thjesht ju duhet bëni detyrën dhe të shkoni të votoni. Të gjithë përpiquni të bëni pak më shumë se kaq. Dhe mos shkoni vetëm, po të merrni të paktën dhe një tjetër që sot tani që flasim nuk e ka nda menin. Të paktën dhe një tjetër.
Ndërsa gocat që janë këtu, të gjitha ato goca që janë këtu, që kanë simpatizant ose të dashur, që janë me bindje tjera, duhet t'i vëni kusht. Duhet i thonë dëgjo, ti m'pëlqen mu, po, unë të du ty me status të barabart me çdo lloj të huaj, se ndryshe të du qytetar europian, jo vetëm kamzali. Po, kështu që ajo që pres prej teje është vish me mu edhe të votosh si mu. Po mi më falj, si mu, le tjetë bërë i bukur sa të doj, le tjetë i zgjut sa të doj, le tjetë qatë të doj, po a mund të rrihet me një çun që hudhet në kënet me një më të maj? Që do? Se është çështje karakteri kjo? Mos mendoni që është kaq hajdese. Po për te isha kas që është këtë rast më shumë se gjysma të vërtetës, unë kam shumë besim që këtu në Kamës, në 11 maj, ju dhe gjithë ata që janë këtu dhe janë gjenerat tjetër, po që janë pjesë e gjithë kësaj familje, do ta bëni Kamësën që të shkëlqej. Kamza herën e kaluar, Kamza ishte një rufe. Ishte një rufe që siç e keni parasysh del drita herë, pastaj vjen edhe zhurma, pastaj fillon edhe furtuna. Kamza ishte drita që doli se kishte numërimin elektronik, edhe veç se kur pastaj erdhë bubullimat, edhe pastaj filloi breshri, edhe u bë qamet. Këtë herë qameti duhet të jetë edhe më i madh. Këtë herë ne duhet të nxjerrim nga lumi i 11 majit një rezultat që është më i miri i të gjithë rezultateve të Partisë Socialiste. Dhe kemi fituar 9 herë, kjo duhet të jetë fitoria e 10 me notën 10. Shumë faleminderit.
shumë tet. Njëra po vali vetë. Thank you.